Luiz Eli ka sjell edhe një herë një val emocionesh dhe të qeshurash me postimin e tij më të fundit në rrjetet sociale, ku shfaqet në një sallon parukerie së bashku me vajzën e tij të vogël, Luna Mari. Në video, Luizi shfaqet pranë bebushes që është ulur në karrigen përballë pasqyrës, veshur me një mantil të vogël, si të ishte gati për një prerje flokësh të vërtetë. Me një mimik plot dashuri dhe humor, Luizi i bën sikur po e qet vogëlushen e tij, duke simuluar lëvizjet klasike të një parukieri profesionist, ndërsa Luna e sheh me një vështrim të çuditur dhe të mrekulluar njëkohësisht, për të shpërthyer më pas në një buzëqeshje të ëmbël që i ndriçon gjithë fytyrën. Ky moment i thjesht, por jashtëzakonisht i ndjer, ka ngjallur një reagim të menjëhershëm nga ndjekësit, të cilët kanë mbushur rrjetin me komente plot dashuri dhe pëlqime për këtë duo kaq të dashur për publikun. Luizi, që njihet për lidhjen e tij të thellë dhe emocionale me vajzën dhe bashkëshorten e tij Chiara Tito, edhe një herë ka treguar sa shumë rëndësi kanë për të këto momente të përditshme që, ndonse mund të duken të vogla, kanë një vlerë të madhe emocionale për çdo prind. Me këtë video, ai jo vetëm që i ka sjell një buzëqeshje publikut, por ka forcuar edhe më shumë imazhin e tij si një baba i përkushtuar dhe me shumë zemër. Vogëlushja Luna, tashmë një nga bebat më të dashura për ndjekësit shqiptar, shfaqet çdo herë me një energji të veçantë që i rrëmben zemrat e të gjithëve dhe, bashkë me Luiz Elin dhe Chiarën, ata vijojnë të jenë një nga familjet më të dashura dhe më të ndjekura në rrjetet sociale.